rrugët janë të sqaruara dhe ne jemi në rrugën e Allahut Azza wa Jall dhe ne xhelozojmë kur dikush shpif ndaj Allahut Azza wa Jall. E prej shpifjeve më të mëdhaja në dunja është shpifja e njerëzve të cilët thanë Allahu ka fëmijë. Allahu na rujt. Tha Allahu Azza wa Jall, gati që qiejt nuk pëlcitën, dhe gati që toka nuk u shkatrua, dhe gati që kodrat nuk u bën pluhur. Por çfarë arsye? Endau lirrahmani walada. Nga se njerëz than Allahu ka fëmijë. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Çka ka nevojë Allahu që të ketë fëmijë? Xhelozuan qiejt, xhelozoi kodra, xhelozoi toka, xhelozuan krijesat, a xhelozon ti si musliman?